do thotë ju shkon shteteve tjera dhe ti ke mbet pa asnjë cent. 65 milion kemi pas me marrë. Pikërisht. Kësti por 65 milion ka pas në prill. Dhe izolimi dhe nesër për shembull në Bruksel mbahet një prej takimeve më të rëndësishme për Ballkanin Perëndimor të liderëve të BE-s. Flitet për idenë që të antarësohen çdo gjashja e Ballkanit Perëndimor pa drejtën e vetos, që të bëhen anëtare fuqiplota, por pa drejtën e vetos dhe me një votë gjysmake që është një prej për shembull Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë e pranoi, tha është ide shumë e mirë që do të ishte vërtet e mirë. Një fast track për antarësim. Po Kosova ka ngecur plotësisht. Tash në dhjetor bëhen 3 vite që kur është dorëzu për me marrë statusin e vendit kandidat, asnjë lëvizje nuk Nuk mund me marrë atë status pa u antarësuar Këshillit të Evropës. Tash kthehemi prapë në atë punë të shtëpisë të Kosovës. Prapë kthehemi te ideja te oferta e gjermanëve dhe këta po çuditën. Pra të cila qeveri është bllokon Kosovën në planin e jashtëm. Pikërisht. Unë mendoj që një qeveri e cila është bllokon Kosovën do të ishte momentalisht me rezultatin e 9 shkurtit, do të ishte mes vetëvendosjes të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por ja që dihet për shkak se Kurti nuk është tregu partner i mirë, partner i besueshëm dhe tash ka hup mirëbesimi politik, ai që ka ekzistuar ka hup plotësisht, sidomos në raport me vetëvendosjen, për shkak se brenda 24 orëve kemi ndryshimin e narrativës së tyre. Prej 15 prillit, kur është mbajt seanca e parë për me konstituu parlamentin, lëviza vetëvendosje, duke nisur prej Kurtit dhe të tjerëve, na thëshin neve. Po na bojnë me qëllim, sepse na i kemi votat për qeveri, kurse veç nuk i kemi votat për... Edhe mbrëm, gjitha ato deklarime që i ka dhënë zoti Kurti... Dhe pikërisht, ai e zgjodhi... Tash e sa muj duke ikë për gazetarëve të Kosovës, do të thotë, sigurisht i keni pa ato pamje se çfarë kryeministrin e detyri kemi i cili ikë prej secilës pyetje, e ka zgjedh atje një takim me diasporën kosovare në Londër dhe tregon rezultatin se qysh nuk i kanë votat. Dhe ajo ishte edhe një element shtesë i asaj që lëviza vetëvendosje po don me patjetër me shku në zgjedhje për shkak se nuk e ka kriju atë bazën e mirëbesimit politik. Vetëm shkon zoti Kurti si dikur që është i paaftësir që të bëjë qeverinë. Dhe kjo mund t'i kushtoj pastaj zgjedhje. Po, ama sa i përket aspektit të diasporës, lëviza vetëvendosje me rezultatin e zgjedhjeve të 12 tetorit, do thotë që i kishim lokale, është shumë e dëshpëruar, për shkak se nuk e ka marrë rezultatin e duhur që për me marrë... Lidhja Demokratike e Kosovës për një përqindje bukur të madhe është para lëvizjes vetëvendosje. Ajo është treguar shumë i qartë, prandaj ai folte fleske dje prej Londrës, me aspektin se qysh i kena ofruar limajt e kështu me radhë, mirë po edhe nëse shkon nisma me lëvizjen vetëvendosje, për çka ka akoma po zhvillohen bisedime dhe do të zhvillohen nesër e pas nesër. Foli Kurti edhe në Londër edhe për nismën. Apo në Kosovë s'ka fol. Tha ma kanë çuar çmimin shumë. Po pikërisht, sepse Kurti e mendon me shku në zgjedhje dhe kur ti s'ka dhënë mandati presidentes aktuale, kryetari i kuvendit që nuk është i konstituum, sepse nesër mundet me dalë gjykata kushtetuese me pruni masë të përkohshme dhe gjithçka ndalohet aty, do thotë nuk kena shans me vepru kur gjo. Kurti e mendon këtë opsion. Disa herë kemi folë këto, që kur ti s'ka dhënë mandati presidentes aktuale, kryetari i kuvendit me qenë nga partia ti dhe të paktën për 6 muaj të ardhshëm me qenë ushtruesi detyrës ose ushtruese detyrës që që kam planifiku për Haxhiun, por ajo nuk i doli ajo matematik, me qenë ushtruese detyrës së presidentës. Që e luan atërë, është zoti Basha. Mirë, por nuk e kemi një vendim, plus Quinta nuk e ka përshëndet zgjedhjen, do të të Rashiqit për nën kryetar të kuvendit, të cilët e kanë thirrë për idenë e konstituimin e kuvendit nuk e ka përshëndetur. Për konstituimin e kuvendit kishim pak jo edhe aq të heshtur. Mirë, po tash me zgjedhjen... Urim s'kam bërë. Nuk kam bërë urim, mirë po kash të heshtur, se qysh qëndrojnë me zgjedhjen e Nenad Rashicit, kjo i vjen që ata nuk e njohin këtë konstituim. E kemi një deklarat të ministrës në detyrë të arsimit të zonja Arbrije Nagallci, e cila ka folur sonte në një studio televizive lidhur me gjasat e formimit të qeverisë. Do ta shohim regjia. Deri të dielën është koha për të parë ajo numrat. Unë besoj që për të numrave që i kemi si lëvizje me 48 deputetët tonë, numrave të
deputetëve të komuniteteve jo shumici o serbe, 8 prej tyre, dhe votës Rashiqit shpresoj që do të ketë edhe deputetet tjerë të cilët do të reflektojnë edhe do të japin përfundimit kësaj sage kaq të gjatë për votimin e qeverisë, sepse me reflektu ata? Sepse janë disa gjëra të rëndësishme që duhet të përmenden. E para, Kryeministri Kurti lëvizjave vendosje për herë të parë arriti që të ndajë qartë konstituimin e kuvendit edhe votimin e qeverisë si dy institucione të pavarura njëra prej tjetrës. Pra nuk bëhet Zoti Tasholli do të ketë reflektim edhe disa deputetëve, nuk foli për parti, zonja Nagaci, pa që mund të bëhet diçka deri dielën. E tash sa mund të mbahen për fjale këta të pushtetit është e zërshme për mu thonë të pas parasysh që ata nuk kanë koherencë. Unë po rrezikoj pak me tinglu patetik të e bajt hallin e qytetarit në raport me këtë të gjarllakun e pushtetit në kuptimin e ofrimit të koalicioneve të mundshme për hatër të Kosovës. Se mënyra e saltave që po i bajnë diskurzive është qaq e rrezikshme dhe qaq përjashtuese pozicioni me pozicion mrena 3 ditëve, sa që menoj që shtetari është i ofendu në kuptimin e marrjes së mesazhit edhe ofertave qoftë ajo edhe ligjërimore kështu në këto raste që i thojnë ata. Sepse po e japin idenë që ata nuk kanë përgjegjësi në fjalën që e japin. Edhe e kanë kollajllakun e ndryshimit para dite mas dite kurdo që i kondenojnë. Po tash po ecën mbrapa kjo koha. Po e vërtet, po kjo koha që po ecë mrapa, po ekspozon edhe një rend tjetër monumentale të kryeministrit që tha i kem numrat, ose e tërë pushtetit, që brisë që në për studio televizive që na kanë zonë rrugën do njerëz, sepse na i kem numrat, na kanë zonë rrugën mos zgjedhja kësaj ose asaj. Do thotë që kjo po kthena prap, që kjo kollajllaku me rrejt publikisht ofendon drejt për drejt qytetarin, sepse i thot ati që ne me ato që i themi dhe i bëjmë janë dy gjëra të ndryshme. Madje nëse e përmendet edhe ju që ma kanë rritë pazarin atje që thëtë në Londër kryeministri e kallëzon botbesimin e tij në raport me politik bamjen. E përjetën si pazar, e përjetën si të gjarllak, edhe e përjetën si numër. Tash e një kohë, kjo pushtet është në pauzë, nuk është të qeverisë Kosova. Kryeministri është e moj tash e sa muj mrena etheve elektorale komplet mënyrën e qeverisjes ti, dhe është shumë shqetësuese mënyra se qysh mund